Të ikën jetë dhe gabimisht prej atentatorëve të cilët ngatrojnë targën e makinës. 4 persona mbetën të plagosur mbrëmjen e së njëjtës, mes tyre 2 fëmijë të pronarit të Pelican Security, shoku i tyre 19 vjeçar Kian Mohalli dhe shoferi Arend Stafa. Mësohet se kanë qenë 2 autorë me motor që i kanë qelluar me breshëri armash. Ata ishin duke festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit në Shijak. Ata kanë qenë të shoqëruar nga shoferi Arend Stafa 34 vjeç dhe ku janë kthyer për në banesën e tyre në Lundër. Autorët i kanë zënë në prit dhe kanë qelluar në drejtim të tyre. Gjatë kthimit janë futur në unas për të dalë në Lundër dhe kur janë futur te rreth rrotullimi i Shkozës rreth orës 21:30 për të vijuar ecën në autostradë, në ato momente autorët që dyshohet se kanë qenë 2 i kanë zënë në prit me një motor dhe janë afruar mjetit luksos G klas dhe kanë nisur të qellojnë me armë zjarri. Shoqëruesi i familjes është një person pas sketë kriminale, tha shkurt për efektivat, pasi deklaroi edhe se nuk ka asnjë konflikt. Edhe drejtuesi i shoqërisë Pelikani nuk ngre gishtin dot askujt, dhe pse mund të jenë qelluar ndaj fëmijëve të tij apo shoqëruesit të familjes. Hetuesit kanë dyshime të forta se atentatorët mund të kenë gatuar shënjesër dhe se personi që kanë dashur të vrasin lidhet me familjen e Rohan Brahimit. Gruaja e tij jeton në një vilë pranë Lundrës, brenda së njëjtës residence ku pranon edhe familja Demiraj e shoqërisë Pelikani. Për rastësi të frikshme dhe ajo ka një automjet furistrate të ngjashme me të familjes Demiraj dhe për më tepër edhe targët ndryshojnë vetëm me një gërm. Djali 11 vjeçar është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale dhe ndodhet në sallën e reanimacionit në kujdesin e ekipit riminator, duke luftuar për jetën, ndërsa 3 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën.